Ka rinisur procesi mësimor në gjimnazin Themistokli Gërmenji, i cili prej gati një viti ishte nënshtruar rikonstruksionit të plot të ambienteve. Me një financim prej rreth 750 milion lek nga buxheti i shtetit, gjimnazi është rikonstruktuar plotësisht, ndërsa është ndërtuar edhe një palestër e re e mbyllur me standarde bashkëkohore, e cila do të zvendësoj palestrën e mëparshme që nuk kishte kushtet e duhura për zhvillimin e orëve të edukimit fizik. Në ambientet e brendshme të këtij gjimnazi është kryer rikonstruksioni i plotit suvave, janë vendosur 2 ere dritare të reja, janë shtruar me pllaka të gjitha klasat dhe korridoret, janë rikonstruktuar totalisht tualetet e shkollës, si dhe është kryer termoizolimi dhe hidroizolimi i të gjitha hapësirave. Gjithashtu janë kryer instalimet elektrike, hidraulike, janë shtrirë linjat e internetit, si dhe instalimet për ngrohjen qendrore me kaldaj. Në ambientet e brendshme të shkollës, palestra e vjetër është kthyer në një sallë konferencash në formë amfiteatri, ndërsa është punuar edhe në ambientet e jashtme, ku janë ndërtuar fushat e volejbollit, basketbollit, si dhe një amfiteatër i ri që do të shërbejë për organizime dhe aktivitete të ndryshme shkollore. Ende ka disa ambiente në të cilat investimi nuk është përfunduar plotësisht, siç është palestra e re, por pavarësisht kësaj, rreth 530 nxënësit e këtij gjimnazi kanë nisur mësimin në ambientet e reja me standarde bashkëkohore.